mos e bëj pjesë të këtij debati Partinë Socialiste, strukturat e saj, pa diskutim. masën e antarëve të saj. Brenda partisë ka njerëz që marrin përgjegjësi në qeverisje për shkak të pushtetit të Partisë Socialiste, por kjo nuk ka lidhje me Partinë Socialiste. Unë mendoj që socialistët e ndershëm, normalisht dhe ata tradicional, nuk e gjejnë më veten te Partia e Edi Ramës. Ky është realitet, besoj e thonë dhe vetë socialistët. Ky është një krijesë totalisht e zotit Rama, po të shohësh dhe ministrat aktual që janë. Janë njerëz pa ndonjë background, pa ndonjë mbështetje të madhe në strukturat e Partisë Socialiste apo përardhje nga strukturat e Partisë Socialiste. Kështu që kur flasim për këta individ të vendosur, njerëz të cilët patjetër që kanë pasur bekimin e Edi Ramës, të vendosur nga Edi Rama. Ore janë vendosur, po them, nuk janë marrë nga hiçi, nga askundi. Po, patjetër. Drejtues të niveleve të larta, dhe ministrat që kanë qenë, dhe që janë akuzuar, dhe që janë arrestuar, në kuptimin e CV-së të tyre, të përvojës së tyre të punës, të nivelit të tyre intelektual, nuk të japin asnjë indicje në momentin e zgjedhjes që mund të përfundojnë në këtë situatë që kanë përfunduar. Jo, po, realiteti është që ja, kanë përfunduar, nuk është vetëm çështje CV-je, është çështje, mund mendoj, një lloj konsolidimi me zyrat e shtetit, është një lloj mentaliteti, është një lloj fryme se si ti do qeverisësh, kush është bekimi që e thash nga lart, kush është orientimi nga lart, dhe kush është motivi që të çon ty nga një palë zgjedhje në zgjedhjet e tjera, është që ti të shtosh pushtet dhe të shtosh vota nëpërmjet agjensisë që ke, apo është të bësh detyrën shtetërore dhe të ti japësh facilitete shqiptarëve. Se nëse po flisnim për Akshin, nëse mund ta zgjerojmë pak, problematikat e Akshit kanë dalë herët me problematikat e Albanias, me daljen e dhënave personale të shqiptarëve, me situata tjera jo normale, me hakerimet që u bën gjithë institucioneve shqiptare në një gjë që harxhoi miliona euro dhe Akshi thoshte jemi shumë të sigurt të ruajmë gjitha. Të bëjmë një shmangje jo nga thelbi i diskutimit, po nga fakti. Nëse edhe këtu, tham, duket andje, tha, që për shkak të asaj që ndodhi me 5D në Bashkinë e Tiranës, po dhe në disa ministri, kam vënë re edhe në shkrime apo në analizat ndryshme, ka njerëz që nuk marrin përgjegjësinë më të firmosin për procedura prokurimesh, kryesisht për tendera e tjerë, sepse kanë parë që çfarë ka ndodhur me paraardhësit e tyre ose me të tjerë, dhe në një farë mënyre stepen tërhiqen për të mos u bërë pjesë e grupit me të njëjtin fat. Po mirë, po çfarë ndodh me këta që nuk mësuan nga shembulli të tjerëve, i ish ministrave apo ish kryetar bashkish, apo ku diun funksionar të tjerë. Fjala vjen, të gjithë drejtorët e autoritetit rrugor, për shembull, o kanë qenë në burg, o janë në burg, njëri mbas tjetrit. Mirë i pari nuk e dinte që shkon në burg, mirë dhe i dyti, po i treti dhe i katërti dhe i pesti nuk e dinte që shkon në burg nëse shërben në mënyrë të paligjshme apo shkel ligjin? Po, është kthyer në filozofi, është e pashmangshme tashmë. Si do merresh 12 mandate, jo vetëm i gjithë shkurtër, si merren 12 mandate në fier nëse drejtorët e ish zonës kryeministres nuk do kishin shpërdoruar paratë taksa paguese. Po merren, kur s'ke përballë kundërshtar merren. Po një formë është ajo, po tjetra është përdorja e gjithë parave publike në atë qark.